Në Hungari po zhvillohen sot zgjedhjet parlamentare ku po shënohet edhe një pjesëmarrje rekord. Viktor Orban ndonse me sondazhe të dobta u shfaq optimist se mund të sjellin këto zgjedhje një rezultat pozitiv. Radh gjata pranë qendrave të votimit, pamje si këto karakterizuan zgjedhjet parlamentare të kësaj të dielën në Budapest dhe gjithë Hungarinë, ku po zhvillohen zgjedhje parlamentare që ndryshe nga herët e tjera duken si një betejë pas perdes mes Brukselit dhe Moskës. Mund të jetë pjesëmarrja më e lartë në histori e votuesve në këtë vend. Megjithse këtë herë sondazhet i ka më keq se kurrë më parë, Viktor Orban që synon mandatin e 5 radhazi në krye të qeverisë, u shfaq optimist teksa hidhte votën në qendrën e votimit dhe tha para gazetarëve se ishte aty për të fituar. I'm here to win. Edhe rivali i tij në krye të opozitës pro-europiane, Peter Magyar, u duk i bindur se do ta mundte mikun e Vladimir Putinit pas 16 vitesh në krye të qeverisë hungareze. Sondazhet e nxjerrin atë të paktën 8 pikë para. Megjithatë, në media thuhet se sistemi zgjedhor hungarez mund të prodhojë rezultate të papritura. Ndërthurja e sfidave të kandidatëve ball për ball, me listat proporcionale dhe vota që peshon më tepër në zonat rurale se në qytete, ku duhen më shumë vota që një kandidat fitojë, interpretohen si në favor të Viktor Orbanit.